sistem në drejtësi si kur në njërë më parë. Sa dushë. Nisi procedura, jashtëdoloj tag religjor dhe kushtetuc. Dhe tani, e mbyllën të cikël me vendimin e djeshëm. Partia Demokratike e denoncon dhe e denon me forcën më të madhe këtë akt të papërgjegjshëm, këtë dëshmi flagrante të dhunimit të kushtetutës, ligjeve të vendit, por dhe opinionit të një institucionit të respektuar në Europë dhe në mbar botë për ekspertizën e tij ligjore siç është Komisioni i Venecias. Këto kisha. Qa për të mbetur tek dënimin që ju i bot ndërprerjes mandatit gjyqtares Sonila Betja, po mundet pak më parë që ajo ishte relatore e çështjes së pezullimit të dekretit presidencial për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë. A mendoni se ndërprerja mandatit të saj është një hakmarrje politike për këtë vendim? Pyetja e parë. Tani e vërteta është që zonja Betja ka patur guximin, ka patur kurajon që për të vërtetën të pranoj të mbetet pakic në mënyrë të përsëritur në atë gjykat. Dhe ajo ka ndëruar ligjin, ka dëshmuar integritetin e vetë, por nuk mund të mos thuhet që mbushja e kupës është pikërisht kjo. Kjo i tërboj Edi Ramën dhe Haram Limionin, i cili ka paturpsin të rrinë detyrë pasi nenet, do lezoj pak këtu, më fani, nenit të rëtënani kushtetutës, thot, Presidenti i Republikës nuk mund të mbaj asnjë detyrë tjetër publike, nuk mund të jetë antar partie dhe as të kryejë veprimtari tjetër private. As të kryejë veprimtari tjetër private. A mund të imagjinoni ju që kryetari i shtetit tuaj për babësin e tij të papërmbajtur, ose nuk ka lexuar një faqe gjys që kushtetuta disa nene i kushton këtij institucioni, ose i konsideron ato letër e vdekur dhe nuk pyet për to. Nuk ka gjë më të vetë kuptueshme se presidenti nuk mund të kryej asnjë funksion tjetër pse i ka të renditura në kushtetut. Presidenti ka të renditura në kushtetut se çfarë mund të bëjë, përveç atyre që thot kushtetuta, ose të tjerave që në zbërthim të kushtetuts i njipen me ligj. Neni 94 thot Presidenti i Republikës nuk mund të ushtrojë kompetenca të tjera përveç atyre që i njihen shprehmisht me kushtetut dhe që i jipen me ligje të nxjerra në pajtim me te. Por për Bajramin, peng i Limionit e aferave të tjera korruptive, është një sklav në duart e Edi Ramës dhe të xhepave të tij. Shkon firmos, merr para në bordero private. Ai i bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ja heq me njëherë diplomen. I bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ja heq diplomen se turprim më të madh
se ky nuk ka. Por kjo është vetëm kur je në grupin, në klanin, në Bodrum, në Shpellën e Edi Rams mund të bësh në këtë mënyrë. Të paktën urdhërmjeku do të tregojë integritet dhe ta përjashtoj si të pa denjë për këtë akt që ka kryer. Sigurisht, të gjitha këto do renditen në dokumente impeachment dhe ai do shkoj, edhe kjo që ka bërë për gjyqtarën Betja, dhe ai do ipet për ndjekje penale. Kjo ndjekja penale dhe impeachment janë dy procedurat ndryshme. Por unë ftoj prap të reflektoj në qoftë se i ka ngelur, qoftë edhe një kuant i integritetit njerëzor të largohet me njërë nga ajo detyrë se e ka turpruar në mënyrë skandaloze. Në mënyrë skandaloze. Po. Do të bësh edhe një pyetje për protestën që do të mbahet sot në orën 17 në Tiranë në mbrojtje të krerëve të UÇK-s, ku Partia Socialiste ka bërë thirrje për pjesëmarrje, megjithatë një ditë më parë në Kuvend ajo refuzoi të votojë për rezolutën për dënimin e genocidit serb, cili është qëndrimi juaj dhe pse një standard i dyfisht i Partisë Socialiste sipas mendimit tuaj? Faleminderit. Refuzimi që i bën dje votimit të rezolutës për genocidin serb ishte akt i pashemullt në radhë parë në rrafshin njerëzor, sepse e them këtu për çdo njeri të qytetruar midis të gjitha krimeve është genocidi, i cili në kualifikimet e tij, në rastin konkret, ka vrasjen e qytetarëve të pafajshëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike. Këtyre përfaqësuesve të partisë krimi në parlament, këtyre zonave aty që janë nëna, motra, u them se nuk arri kur ta kuptoj ku e gjetet ju forcën për të qëndruar të ngurta ndaj sakrificës jetës të 1400 fëmijëve që u vranë barbarisht vetëm se ishin fëmijë shqiptarë. Unë po e marr për ata atje, po e marr zonja, deputetët. Unë iftoj ato të shkojnë në Prishtinë. Aty ka një muze për këta fëmijë. Ta vizitojnë atë muze. Aty do të gjenë mira palk puc që përfaqësojnë ata fëmijë se veshin do të më kurrë. Dhe do kujtohen lofta, si nëna, si motra, se çdo të thot të tregohesh e ngurë dhe pa shpirt para një krimi të tillë monstruos. Më shkujtuar dje një skem e një romanit Victor Hugoit. Në vitin 93, forcat e Republikës dhe forcat rojaliste, përkatësisht në rastin konkret Nibve Xhaxha, luftuar në një kështjell. Generali u përkiste rojalistëve. Nipi u dhiqte forcat e revolucionit. Kështjella mori
flak, zjarr. Por në Kështjell, një grua revolucionare kishte vendosur fëmijën e vet, djepin. Generali u kujtue që fëmija në djep po digjej. Dhe u këthyë nga pylli, ku kishte lirin. Dinte hyrjen sekretet Kështjellës. Hyri në Kështjell dhe doli me djepin në krah. U dorëzua. E thot Hygoj, edhe ky. Lantenak quaj ky. U përkull. Para ati agimi që quhet fëminia, pafajësia që quhet fëminia. Kurse deputetet dje, imagjinoni, ministret. Nuk po flasë për burrat, që ata janë e kuptoni vetë shumë se tyre kuptoni, që janë. Nuk gjetën forcë dhe kurajo të qënonin, të nëronin fëmijët, 1400 fëmijë të vrarë. Vetëm se ishin fëmijë shqiptarë. Akt të tillë në muret e kohës parlament do të shkruhet me gërma të zeza si akt më armiqësor i parlamentit ndaj kombit shqiptar. Kjo mund të them. Unë e them këtu, përshëndes veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës për lëvizjen e tyre, në të gjithë djenin time, ndjekjen time, nuk kam parë në absolute asnjë fakt që të provojnë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik me vonë të Kosovës. Asnjë.